Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka njoftuar se në qendrën e numërimit dhe rezultateve po vjon procesi I vlerësimit të pakove të supozuara me flet votime, të cilat kanë ardhur nga votuesit jashtë Kosovës përmes postës. Sipas KQZ-s, deri më tani janë pranuar dhe sjell në Kosovë një numër pakosh të cilat po I nështrohen procedurave të verifikimit për të konfirmuar nëse ato janë dërguar nga qytetarë të regjistruar dhe të miratuar për votim përmes postës. Ky proces është një nga fazat e rëndësishme të administrimit të votave nga diaspora, pasi synon të garantoj integritetin dhe lishmërinë e secilës dërgesë. Autoritetet zgjedhore theksojnë se gjatë vlerësimit kontrollohen të dhënat identifikuese dhe dokumentacioni përcjellës I secilës pako, në mënyrë që të vërtetohet përputhshmëria me listën e votuesve të regjistruar për këtë formë votimi. Vetëm pas përfundimit të këtyre procedurave dhe konstatimit se janë plotësuar kriteret e përcaktuara, pakot mund të procedojnë në fazat e mëtejshme të administrimit zgjedhor. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka bërë të ditur se procesi po zhvillohet në përputhje me rregullat dhe afatet, ndërsa ekipet përgjegjëse në qendrën e numërimit dhe të rezultateve po vazhdojnë punën për trajtimin e të gjitha dërgesave të pranuara. Institucioni ka ritheksuar përkushtimin për transparencë dhe saktësi në administrimin e votave të qytetarëve, të cilët kanë zgjedhur të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës nga jashtë vendit. Votimi përmes postës mbetet një nga format kryesore të pjesëmarrjes së diasporës në procese zgjedhore në Kosovë, ndërsa verifikimi çdo pakoje konsiderohet I domosdoshëm për të siguruar që rezultati përfundimtar të reflektojë vetëm votat e vlefshme dhe të hedhura sipas procedurave ligjore.